Loma! O, zot sa bukur! Mirëmëngjesi, tani është ora 6 edhe sa jam zgjuar. Duhet të bëhem gati. Stella, dëshira jote është urdhër. Ja, shikoj, sa healthy jam bërë. Jo në thot çdo gjë ndon në jetë edhe Se në është e jeta që do donte çdo njeri të shpimeve që kishte. Hello. We're going to Amitie's winter trip. Ju bëjmë mësu gjithmonë. With my hand. dalim në dritë, dalim.
We're all so excited. Everything branded here. I love Oh my it. gosh. Oh, wow. It's perfect. Love it, love it. Che poi sono dettagli. Tani të hapim derën e nënës time. Jeni. Oj, po jam. Odeta? Super. That's the mascara. Jemi shumë të lodhur, por shumë të lumtur. Erdhi të lidhet ditës së parë. Po. Jemi ndonë tani. Edhe pranë që po lahet, ne jemi këtu duke menduar si shkoj dita. Jemi shumë të lumtura për çdo gjë, shkoj shumë mirë, ja dole. Paktën ditën e parë. Po. Shumë. Nëse na thoni O, ju tani knaqe. si është dukur. Do të thënë, mendoj si ishte paketë e gjitha, pra përveç se duket shumë bukur gjithçka, jemi kënaqur me njëra tjetrën. Gocat janë super të mira. Super. Edhe gocat të kënaqen shumë dhe kjo ka shumë rëndësi se normalisht për ata e kemi bërë. Edhe shihemi nesër me një super mëngjes dhe Vazhdimsi i po, ditës. mos tregojmë shumë që të shikoni nesër çfarë do të bëjmë. Shihemi edhe kur Ne tani
Tani po zbresim që të bëjmë gati turezën e mëngjesit, që kur të zbresin gocat, të ketë surpriza. Normalisht me një valigje me vete, poshtë e lartë ne, nga 3 herë në ditë. Me mjeta me veta. Gjesi, sa bukur duket këtu. Oh my god. Çdo gjë duket shumë bukur. Dekorimin e turezës së mëngjesit, sa bukur është. Kjo është tavolina më e bukur që kam bërë për Christmas ndonjëherë. Jam shumë e lumtur që kam arrit të realizoj fiks gjën që unë kam dashur. Nuk e di, është shumë bukur. Çdo gjë është menduar në detaj, edhe fixhanet I kemi personalizuar me emrat e secilës nga gocat. Këtu është e gdhendur Francesca dhe normalisht do ketë kujtim. Është I gdhendur logo e Amplin Studio. Aulona gjithashtu. Të gjitha gocat kanë nga një fixhan që do jetë kujtim dhe dhuratë për to. Pecetat janë personalizuar me logo. Dyqani jonë është I personalizuar, I pikturuar, I vendosur. Dhe shikojni sa bukur që duket. Përjetoj ëndrratime. Kam veshur këto pijama të batër. Sa bukur që Aili, kemi detajet të fundit, janë ato lice që do I vendosim të karike dhe është gati. Gocat zbresin për 7-8 minuta, për shkon ora 9:30, e kemi lënë të zbresin të gjitha. Dhe jej! Bravo Aili, kemi bërë super punë të bukur. Më pëlqej shumë se si ka dalë. Është përshtatur shumë mirë në pamje. Kemi ardhur te dhoma se duhet të bëhemi gati që të dalim. Dhe si që dini juve, kur unë bëj make-up, jam këtu për të diskutuar. So far, so good, do me thënë, çdo gjë ka shkuar deri tani, mashallah, perfekt. Jemi kënaqur shumë, detaje që kishim menduar, organizimi, të gjitha bashkë. Një mrekulli, jam shumë e lumtur për këtë. Realisht jemi investuar, jo pa ta thënë, edhe në vitet e kaluara që jemi investuar shumë. Na ka marrë shumë energji, na është dashur shumë kohë të mbledhim gjërat dhe na e besoni që shumë gjëra prap nuk I arritëm që donim të ishte ai
perfeksioni, pavarësisht që ne kemi arritur, por detajet të tjera që ne kishim në listë, po gjithsesi ne në fund fare kemi arritur për të bërë atë gjën që kishim menduar për ta bërë dhe jam shumë e lumtur për këtë. Tani kemi drekën që do konsumojmë jashtë, ku do dalim, patjetër tani nuk kemi më këto detajet e spëkorimit, të personalizuar, por do ham jashtë resortit, jashtë viles që ne jemi. Jetë shumë bukur dhe andej ku do shkojmë tek zona e skive, atje ka dhe restorante shumë të mira në tanë, kështu që mund të konsumoni edhe drekën. Edhe pastaj të bëjmë foto, content, të kënaqemi në dëbor. Edhe kur të kthehemi do e kemi më chill këtu tek dhoma, do bëhemi gjitha gocat bashkë me pijama, edhe do përcejmë, do bëjmë gjëra të lezetshme, gjëra vajzash. Të gjitha jemi influencer dhe kjo gjë e mirë që ti kuptosh se secila nga ne dua të bëjmë kontentin ton, edhe nuk është ai momenti që thot dikush në lodhe duke bërë video, duke bërë story, duke bërë foto. Edhe është shumë cute kur gjitha gocat bëjnë të njëjtën punë edhe ndihmojnë njëra tjetrën për kontentin e secilës. Më pëlqen kjo gjëja, bashkëpunimi që në përgjithësi kemi dhe vajzat shumë të mira, komunikueshme me njëra tjetrën, të përfshira. Në nga dhënë shumë lumturi sepse kam pëlqyer të gjithë punën tonë, nuk e prisnin fare që do ishte gjithë ky organizime nga ne. Kam menduar që thjesht do vim këtu dhe that's it, do shijojmë një udhëtim. Por jo, ju e dini fiksimin tim, jam shumë detajiste, më pëlqen gjërat i bëjnë në perfeksion, perfeksion që mendon në trurim. Perfeksion mund të jetë diçka pak më minimaliste, mbase pak më e vogël ose s'ka rëndësi, por në kokën time ishte krijuar një gjë e tillë që ndodhi. Dhe jam shumë e lumtur që ndodhi, kisha shumë kohë që e prisja këtë moment, kisha shumë kohë që e kam ndruar si gjë dhe prandaj po prisja kohën, momentin e duhur që unë të bëja këtë udhëtimin dhe uroj ky të jetë një gur i mbar, udhëtimi i parë, por të kemi dhe shumë të tjerë, patjetër që do kemi. Është sezoni verës para, dhe më pëlqen shumë edhe sezoni veror, por unë duhet patjetër të bëj trup, se do vinë gocat me super trup dhe unë celulit, se për shaka, por që ka koha ajo punë. E rëndësishme është që ky udhëtimi shkoi shumë mirë deri tani, patjetër që do shkoj shumë mirë. Nesër kemi organizuar Ginger House Breads aty tek Holly, që do ndërtojmë shtëpisat e bukura, do ndahemi me grupe, kush do bëj shtëpisën e bukur, dhe kështu do këtaqem edhe nesër. Pastaj mbas dite jemi për rrugë, do shkojmë në shtëpi. Uroj që vërtet t'ju pëlqej video ka dalë edhe mendoj se realizimi do dalë shumë i bukur, do patjetër ta ndiqni dhe na thoni se si po ju duket, të na komentoni se çfarë ju pëlqeu më tepër, si duket nga jarë, se këtu ne jemi shumë të përfshirë në këtë punën që po bëjmë dhe nuk e di nëse realisht po përcjellet i njëjti emocion që ne po përjetojmë këtu, apo përcjellet aty jashtë, kështu që na duhet patjetër na thoni se si po duket, na shkruani në komente. Dhe jam shumë e lumtur që ju ka pëlqyer shumë vlogmasi i parë, nuk kam fjalë, realisht nuk e prisja, sepse unë kisha lënë postimin e vlogmas me orar, në orën 10 të postoj, ndërkohë që unë në orën 10 kam qenë në avion, pra në ajër, në qiell, edhe kur kam zbritur, kam hequr airplane mode, edhe kur më kanë ndarë komente, tha qa po ndodh, ishte roman komenti, po hapun komente, dhe s'kishte diku as një orë që ishte postuar, dhe kishte shumë komente dhe gjallë, nuk e di thash, kjo ishte surpriza më e bukur që unë nisja këtë udhëtimin, të lexoja ato komentet e juaja, pavarësisht se nuk kisha shumë kohë të ktheja, por i kam lexuar të gjitha, jeni shumë të mirë, faleminderit që ma keni spuruar ditën, vlogun dhe gjithë këtë eksperiencën time me YouTube-in, që në të vërtet po më shijon shumë, edhe
realisht po ma bëni ju që të më pëlqej ka shumë, se unë gjithmonë bëj video, por kur vërtet pëlqejet dhe gocat të ndajnë mendimin me ty është nuk e di tjetër nivel. Faleminderit nga zemra për gjithë mbështetjen, për gjitha fjalët e bukura. Nuk kam fjalë, sinqerisht. Jeni shumë të mira dhe nuk e kam pritur gjithë këtë dashuri nga ju, nuk e kam pritur fare. Thjesht jam munduar të bëj video, të tregoj nga jeta ime, por që të pëlqejt kaq shumë se kisha menduar që të organizosh gjithë të vajza bashkë nuk është e thjeshtë, ne kishim listën më të gjatë, por disa vajza që ne kishim në lista jonë për të ftuar për këtë eventin ishin jashtë, kishim planet e tyre që i kishin gjatë të vendosura dhe nuk shkëputeshin do që të vinin me ne, por realisht ka qenë e vështirë që ne të shikojmë se cila nga gocat për të përshtatur veshjet, për të përshtatur detajet, ka qenë e vështirë. E pranoj, nuk është gjë e thjeshtë, pavarësisht se po më duket shumë bukur, por ja dolëm që t'i realizojmë të gjitha. Tani edhe gocat besoj janë gati, thuajse, se cila do që të bëj kontentin e saj. Edhe, oraj, sa vendosa. Unë nuk e di ku e kisha lënë timin dhe marrë këtë të Franceskës. Wow. Oraj që t'hapet dhe duket natyral. Unë si ku e lash timin se më këtu e kisha se u lyve tja. Nisa, do ta zgjidhim dhe këta. Dhe kështu njerëz të bukur. Po knaqemi. Prandaj s'm ka dalë shumë kohë të flas dhe tash kur bëhem gati të ndaj pak eksperiencë me juve, se ju i keni shumë qef. Kur unë ndaj eksperiencë me juve duke folur, jo vetëm me pamje, do të thënë jo vetëm ju, por unë shumë kam qef. Faleminderit që më jep pëlqyer dhe shumë flokat. Tani, ajo video është për pas postuar të gjitha fotot nuk në Instagram, nuk e di mirë. Dhe nëse vërtet nuk e prisje që të pëlqeshin, nga pëlqej shumë edhe në Instagram, edhe këtu në TikTok, YouTube. Edhe jam shumë e lumtur. Unë akoma nuk jam mësuar me veten time me këtë lukun e ri, por ja. Do e të bëjmë ndryshim, ja, ke ndryshim. Do mësoj. Edhe po më pëlqen deri diku kur lyhem, por akoma nuk e kam mësuar mirë atë dorën, si do më shkoj make-upi tani me këtë lukun. A duhet pak më i lehtë, a duhet pak më i rënduar, nuk e di. Kjo vjen me kohën, nuk kam mësuar syri, mësoj dhe dora. Dhe kështu. Ja. Këto pijamat janë shumë praktike, shumë lehta, shumë... I adhuroj. Mezi kam pritur që t'i lançojmë sepse doja të bëja content. Unë vdes për pijama ju gjaj keni kuptuar se jam gjithkohës edhe në shtëpi, nuk e di, më pëlqen shumë. Adhuroj. Është stili. Tani, bazën e kemi shumë mirë, gjithmonë, kur të merrem bazën, bëjmë një fiksus të mirë, dhe pastaj, me të thatat, fillojmë direkt, kam marrë dhe këtë. Kështu. Dhe nga dhomat super cute, ky vedi, vtiqa, adhuroj. Do doja të vija sërish, sepse e gjithë zona duket shumë e bukur dhe normalisht nuk është se na ka dalë ajo koha që ne shumë të dalë, shikoj o del me jashtë, tani do dalim tani. Do se pak të parë këtu. Edhe të shijojmë tamam. Mendoj se do jap një shansë do vi dhe me Rogertin për shefin tonë për të pushuar se sinqerisht më ka pëlqyer shumë dhe kishte vende shumë bukura këtu që mbase nga website-et nuk është se do I kisha parë, po mos kisha ardhur.
Kështu që më patjetër unë do gjej mundësi, sidomos ky hoteli jonë ishte tjetër gjë. Fal Noa Travel, nuk e di. Më kam shumë vite që udhëtoj me Noa Travel dhe sinqerisht ato gocat janë të papara. Të gjitha sugjerimet që unë kërkoj dhe më bëjnë janë fits me very well. Më përshtatet mua në karakter dhe në atë që unë kërkoj për të bërë dhe çfarë dua. Dhe ju sugjeroj nëse doni të keni një udhëtim të sigurt nga momenti I parë deri në fund fare, thjesht mbylleni me Noa Travel. Na ra drita, na ra telefoni, na erdhi Ajli. Po thoja që të gjitha udhëtimet bëhen shumë më të thjeshta dhe më të rehatshme kur juve keni një agjenci që merret me pronatimet dhe sugjerimet e gjithçka. Thjesht nga sugjerimet juve shihoni atë udhëtimin. Kam dhe një udhëtim tjetër që me sipërpres do udhtojmë edhe të gjithë bashkë, prandaj do jetë ndryshe, do jemi me Bekin, me Rojin. Edhe aty me Noa Travel e kam rezervuar. Janë goca shumë të mira sa që nuk kam besim dot të asnjë agjenci tjetër. Ju betohem. Sidomos kur I kam udhëtime të rëndësishme, nuk do e besoj askujt tjetër përveç se Noa Travel, pasi jam shumë e sigurt, ndihem shumë e sigurt me to. Çdo sugjerim që më kanë dhënë ka qenë perfekt. Nëse të thonë për shkak shko këtu bëj këtë se ja vlen dhe ja vlen, ashtu siç thonë ata. Kështu që mbajini mend nëse doni të rezervoni për pushimet e fundvitit, por jo vetëm. Kërkoni aty, thoni Alda na ka thënë me na tregu sugjerime më të mira të atij vendi që ju do shkoni, se jeni njësha për këtë punë. Yes. Ja ky lapsi I bardh sa diferencë bën tek make-upi im, apo jo Ajli? Është shumë e lezetshëm. Vetullat s'po I lyn më, si I kam shumë mirë. Tani do vendos dhe pak blash me këtë. Maj nuk po më shohin syt mua, po nuk e kam unë këtu. Kam ato blashin e roll. E me sigur se unë me ato u lyva mbrëm dje. Nuk e di pse I kisha marrë të përgjysmu me gjëra. Jo, s'kam këtu. Ky I Rare Beauty më pëlqen shumë, që nga më bërë me qëri këtu. Nga bërë si me model. Sa bukur t'ishte në njëra që vjen me të bë video kështu, duke të kap mbrapa skenë, të gjitha goca duke bërë make-up, duke u vesh. Shumë. Po duhet një dhomë shumë. Një pasqyrë kilometrike. Ose në duhet një dhomë 7 vemshe. Vërtet se ti kishe dhomë të bukur aty lart. Ne patëm fate. Po, si ishte eksperienca aty lart? Shumë sot. Shumë Ashtu të doja të kisha dhomën e fëmijëve për shembull që t'ishin kështu. Ta kishin aty lart me lujë, me lodra, sa kjo. Shumë kozi. Po. Nise këtu tamam për periudhë festash që nga perl. E shoha gjim në një vend që ka kështu shumë zbukurime të lezetshme jashtë, e di? Me peme, me gjëra, me drita. Dhe thash. Në që dhe ku të rësot, në duket bukur. Po. Duket për nga kap nata, kështu si që gjemi. Unë e kam humbur fare tani ritmin. Sa është ora? 12:30? Në orën 1 kemi lëmë dalë. Tani nga kap sikleti I shpejtësisë. Do vendos dhe pak plash, se më mbarova plash highlighter, se plash e kam mbyt. Plash. Për që lap? Në të. Thash që kene I rozë. Që mos më desha Shkoj një pak sa e bukur është Ajli. Sa e bukur është. Se bukur e drita këtu. Në shef? Ke sytë e bukur. Ke sytë e bukur, ke unë e bukur, ke pësën e bukur, ke flak të bukur. E shikoni, ka lirë flakët Ajli. Po se Alda se më ke ka goca që- komplimentuar 20 milion Herë. herë. Dje vetëm dje më lirë. E si kemi lirë të dy flokët. Kam para Nga udhëtimit. bjonde në më shumë bjonde dhe
Dy vajze, e mbani mend të makina të videot bashkë? Ja, po kemi dy kosa të reja. Upgraduar. Kemi bërë investime. Tani jemi pas kredis. Atëherë ishim para. Sa ndryshim njeri ju me flokët. Po, moj, përso, nuk e di, unë flokat të Alit të herë ja dhuroj. Ja, kanë qara, bërë super bukra. Dhe i shkën shumë. Nise, futët Alit, komentoj, tregoj, të shef. I shof unë komentet e Se mos. Që nuk i shof. Kudesni. Është shumë e lumtur Aili që ka komentuar. Komentet për mua kanë shumë vetëm pozitive. Po, Jeni më shumë fal goca të tani do mira. jenë negative, zoti i madh. Ja. Ku ka Nuk e fjalë bëjnë negative? komente negative. Për ty jo, po. S'ka shans. Nuk lejo njëri, për mua vazhdoni jo. Ikim se do shihemi atje të bora larg. Later. But yeah, we will go up to the mountains. Sa po erdhëm sërish të hoteli, sa bukur duket dhe natën. Hej Zarta, u knaqe sot? Ja kemi kaluar super bukur. Ishte shumë bukur atje. Ishte magji. Ja dhe Olona, hello! U knaqe sot? Shumë, Vërtet? shumë. Bë shumë qefi. Goca, u knaqe sot? Best experience ever. Yay! So dreamy. Sa bukur dhe natën këtu? Ti kartoli. Shumë gjë e bukur. Po prez ava gjyshin. Të zbres nga atje. Jepi! Ta kishim ngrënë çik se thonë që si ofat. Ashtu, ë? Po ha gjithën. Ne mbajmë pak më vetëm në Shqipëri. Edhe gati. Gratuar. Se kishte
E ka Zarta. Shikoj sa lezeshme. Ai që i shkoj klinë, Sa ngrot. I kemi hap konkurrencë qenit me këto pëllushat. I kemi hap konkurrencë qenit. Me kafën e mbas ditës. Kemi ardhur te hoteli, tani sa po erdha dhe te dhoma. Në fakt të gjitha gocat janë shpërndar. Një pjesë kanë ardhur më përpara të dhomës, isha te lobi poshtë, po shikoja, po editoja videot të gjitha çfarë kishim bërë lart. O zot sa bukur, nuk e di, jemi kënaq shumë, ishte shumë bukur njerëz. I love it, gjithë udhëtimi është perl. Edhe madje shumë më ka pëlqyer ky vend sa do doja të vija sërish, ta vizitoj edhe shikoj akoma më tepër. Por I love it, deri tani është çdo gjë shumë bukur. Tadam! Ti tregoj pak edhe këtë kostumin e ri, që është nga koleksioni i Christmas. Shikoni pak detajet mbrapa. Kjo këtu është piktur, e stampuar, e kemi bërë me një vajzë që pikturon. Dyqanin tonë të Korçës dhe e kemi personalizuar, e kemi bërë kaq të bukur, sepse ka qenë një ndër dyqanet, një ndër pop-up-et më të bukura për sezonin e festave atje në Korçë, edhe thash këtë vit dua ta kujtoj në këtë formë, edhe ka dalë shumë bukur, e adhuroj. Sigurisht është dhe kjo logo këtu, që e kemi personalizuar për gjithë koleksionin Christmas, edhe ngjyra është fantastike. Është një ngjyrë që ne kemi krijuar për brandin ton, edhe materiali është shumë i bukur. Nuk kam fjalë, sidomos me këto flokët e reja, më shkon tepër shumë, tepër. A nuk më shkon? Dhe kështu oversize, cozy, për këtë atmosferën e festave, kur jeni në shtëpi, ose që mblidhem me shoqëri, në vende festive. Nuk e di, jam shumë e lumtur për gjithë gjën, koleksioni i ri, eventi këtu, udhëtimi. Ishte mënyra më e bukur për të nisur dhjetorin. Domethënë, është një nga ëndrat e mia të realizuara tashmë, që unë të udhëtoja me një organizim Brand Trips për brandin tim. Është, nuk e di, ishte një ëndër në sirtare dhe tani do jashtësirtarit dhe mund të kemi shumë udhëtime në vazhdim. Jam shumë e lumtur për këtë. E di, ndoshta do e kem përmendur disa herë në këtë video, por mos më avinjere, jam entuziaste, jam proud for myself, nuk e di. Kam shumë gjëra për thënë, por jam ndërkohë dhe shumë e lodhur. Domethënë, si e dërmuar, jo e lodhur. Jam ende me shumë energji dhe e qetë, por nesër sot do bëjmë gati valizën, nesër do ikem. Por fillimisht do mblidhemi, do bëjmë pijama party me gocat, do mblidhemi te dhoma më e madhe. Është shumë bukur aty dhe do shihem dhe pak çaste, momente që na ka mbetur këtu bashkë me gocat. Ta shijojmë të nxjerrim fundin në maksimum. Edhe nesër pastaj jemi për shtëpi, më ka marrë malli shumë për bekin, për roj, nuk e di, thjesht nuk i kam menduar fare që mos kem kështu. Të jemi fokusuar totalisht këtu. Se nuk e di, ditën e fundit gjithmonë merr malli, po nuk do ta mendoj. Thjesht mendova tani me ju se ndryshe do filloj çaj, po nuk ta të çaj. Është një udhëtim shumë i bukur, kështu që
tash jam deri në fund. Ndërkohë kam vendosur duke parë videon qa bëhet këtu, po bëhet nami ku janë koment like-ët, ku i kemi komentet 122. Pascare Për të një mitën herë të pospresin poshtë. Më shumë të për do këtash në story. Po, shpresoj derisa të mos na çoj poshtë, ja po bëm. Është i rënd në fakt se ka gur këtu. Sa bukur drita. Edhe pijama. Pijamas. Gjithkohës në pijama. Like that I leave them here. Do you have biscuits? Some cookies. Lots of cookies, please. Yeah. Oh, nice. Ato perfekt. Nëse I tham një për dritën, ha? S'do ulet deri. Mirëmëngjesi. Ne jemi zgjuar, ora shënon diku 8. Kemi fjetur shumë bëmbra dhe mesi u zgjuam. Tani mëngjes jemi kështu me vrap, bëjmë gati valizhen se ju kemi thënë gocave të zbresim herët. Por kemi kohë vetëm 10 minuta që të jemi brenda orarit. Edhe unë për 10 minuta duhet ta kem mbaruar këtë make-upin, të kem mbyll valigjet, që të jemi poshtë për mëngjesin. Kemi veshur këto pijamat me atmosferën e Christmas. Më pëlqen shumë, kjo është ngjyra ime e preferuar. Në fakt kam sytë në këto nuanca, mbas se prandaj më pëlqen shumë. Po shikoni pak sa cute. Do bëjmë edhe gingerbread house poshtë tek lobi me si po pres me gocat. Ky do jetë aktiviteti jon I fundit për sot, pastaj do dalim, mbase do pim ndonjë kafe, para se të nisemi për në aeroport. Nuk besoj që erdhi fundi I këtij udhëtimi. Oh my god. Ka qenë gjëja më e bukur, kisha shumë kohë që nuk udhëtoja vetëm me goca. Edhe kishim nevojë të shkëputeshim pak edhe nga fëmijët, nga familja, nga rutina e përditshme dhe të kalonim pak momente edhe me njerëz të rinj. Jemi super kënaqur. Tani mezi pres të organizojmë sërish se ja vleti që të jemi me një grup goca shumë të mira. Realisht e kemi shijuar çdo moment këtu, nuk ka qenë një moment që thonim boring, s'po shtyhet, next. Ka qenë vërtet super intensive e gjithë gjëja, por në të njëjtën kohë nuk është se jemi lodhur, nuk është se kemi ndjera të lodhjen. Në fakt këtu ishte shumë rahat, të gjitha gjërat I kishim afër, hoteli super I lezetshëm që na I ofronte të gjitha gjërat. E keni parasysh kur çdo gjë është shumë easy, tamam quhet pushim pastaj. Ne kemi bërë të dyja, edhe jemi relaksuar, kemi shijuar, kemi pushuar dhe kemi punuar. Ka më mirë se kaq? Tani po e fik që ta mbaroj këtë make-upin, në të kundër do vi Ajdi t'i bideres tık, jeni gati goca, ndërsa Fran që po gati valigjen. Bëj make-upin që të pak të mos të kemi asnjë lloj justifikime. Se në fakt, unë dhe Fran që jemi ullë të fundit fare. Do bëjmë sikur, ishim gati dhe nuk është se kemi fjet deri vonë. Shikoni, po bie borë. Sa bukur filloi bora e parë. Këto ditë e fundit nuk ishte patur borë. Më thënë, kuptoj që ka borë, por jo që ka rënë. Dhe na thanë që sot do ketë borë. Duket në fakt që është më ftohtë, më vrentur, më mjegull. Oh, sa bukur! O zë çfarë drita, nuk di.
sot jemi bërë meci. Sa të shkoka. Morning. Hey, popim kafe. Rekullova? Yay, you. Let's go. Jemi këtu tek qyteti, o zot sa bukur çdo gjë. Jemi kënaq, du pa, wow, I love it. Po që nga shumë që si nuk e di pse pjesa më e madhe e dyqaneve janë të mbyllura dhe të kafeve. Nuk di. Por duket shumë bukur, që nga dhe Dior, janë zbukuruar shumë bukur dhe për festa. Kjo atmosfera këtu, tjetër nivel. Jemi shpërndar të gjitha gocat, dikush më para, dikush më mbrapa, po shijojmë kontentin ton, se cila në tërzinë e vet. Sigurisht që do e bëja një vlerje, kemi marrë një palë qizme më ngut, dhe ja u tregoj kur të shkojmë shtëpi. Nice, unë i mora të zeza, kam të bardha, po doja një palë zeza. Janë shumë bukura. Dhe thash pse jo mos i kem kujtim nga këtu. Ne jemi bërë meci dhe wait. Say hi to the camera. Edhe po bëjmë shumë mos më shuaj. Nuk ka mundësi. Është mbyllur. Ikim? Po një ashtu sa ti kërkon një moment. Çokoladë me akullore me manafer brenda. Bravo. Zerta, si shkoj fluturimi?
Gjithçka ishte perfekt, përveç uljes. Se ishte shumë smooth, nuk e di. Prandaj duar të rikitëm të gjithë. Ishte bravo. Ja dhe çanta. We're back home. Kaka. That is so cool. Tani me Ailin po japim të gjitha komentet që kam marrë tek vlogmasi i parë, edhe siç ju kam thënë do përzgjedh një nga vajzat në mënyrën rastësore që ka komentuar këtu. Jam shumë e lumtur, keni bërë shumë komente dhe shumë fjalë të bukura, kështu që unë tani do bëj thjesht scroll pa e parë fare dhe kudo që të daloj gishti. Tani e ka mirë, okay? E ka? Yes. 1, 2, 3. Ersa fiton një dhuratë nga ne, do e kontaktojmë direkt te komenti, edhe dhuratën do e tregoj në videon e ardhshme. Yay! Ju mos harroni të komentoni sërish se në çdo vlogmas ne do përzgjedhim në fund të videos fituesin e radhës. Ju dua shumë dhe faleminderit që më keni ndjekur.